Përshëndetje, jemi në Ekozon në Vision Plus si që do të diel. Nga muaj korrik, cili do që do të aplikoj në sistemin bankar për të marrë kredi për blerjen e një banese, do të përballet me disa rregulla të reja. Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë disa masa kufizuese për kredit për banesa për të ndalur sadopak vrullin e rritjes së çmimeve në pasuritë e patundshme në vend. Por çfarë ka ndodhur konkretisht? Cilat janë këto masa kufizuese që do të aplikohen pra nga një korrikue në vazhdim? Nëse do të referohemi vendimit të Bankës së Shqipërisë, rezulton që kushdo që do të kërkojë kredi për të blerë shtëpinë e parë në lek, do të financohet deri në 85% të vlerës nga 100% që janë kushtet aktuale, ndërsa nëse do të kërkojë të blerë shtëpinë e dytë, do të financohet me 80% të vlerës. Por nëse do ta marrë kredi në valutë, për shtëpinë e parë do të financohet me 75% dhe për shtëpinë e dytë do të financohet me 70%. Këto janë masa kufizuese edhe për të ruajtur nga luhatjet e kursit të këmbimit. Elementi dytë që ka ndryshuar është ai që njihet në terminologjinë e përditshme nga e të gjithë ne, kësti mujor që duhet paguajnë për të shlyer kredin. Nëse kredia e parë për banesë do të merret në lek, qytetari do të paguaj 40% të ardhurave të tij mujore për shlyerjen e kësaj kredie. Pra, nëse për shtëpinë e dytë do të paguaj 35% të ardhurave mujore, do të jetë kësti i kredisë dhe jo më shumë për monedhën e lek. Nëse do ta marr kredin në valutë, këstet janë praktikisht për shtëpinë e parë 35% dhe 30% për shtëpinë e dytë. Por çfarë impakti presim nga këto masa kufizuese që do zbatohen nga muaji korrik pra të ndërmarra nga Banka e Shqipërisë? Efekti i parë është mbrojtja e qytetarëve nga borxhet e tepërta, mbrojtja e bankave nga kreditë e këqija, frenimi i rritjes së çmimeve të shtëpive dhe njëkohësisht dhe kontrolli i rrezikut nga kredit në valutë të huaj. Nëse do të shohim të dhënat që ofrohen nga Banka e Shqipërisë në 5 vitet e fundit për sa i përket kredisë së re që jepet për banesa, na rezulton se ajo ka një trend rritës vit pas viti, duke arritur që në vitin 2024, pra në vitin që mbyllëm, një vit më parë, arriti në 54.9 miliard lek, ndërkohë që në 2023 ishte 48.6 dhe në 2022 46.1 miliard lek. Por çfarë impakti do të presim tek qytetarët, tek ekonomia dhe tek aktorët e tregut këto masa kufizuese që do të zbatohen në treg? A do ta frenojnë ato hovin e rritjes së çmimeve në vendin tonë të pasurive të patundshme? Do t'i analizojmë të gjitha shkaqet e kësaj vendimarrje dhe efektet e saj në treg me një panel shumë interesant ekspertësh, ndaj na ndiqni. Në këtë pjesë të parë të emisionit, ne do të analizojmë më shumë lidhur me kriteret e përcaktuara nga Banka e Shqipërisë për të shtrënguar, le të themi, pak më shumë kredit që jepen për banesat, si kundër edhe përmendja në hyrje të emisionit, dhe do të analizojmë me drejtorin e stabilitetit financiar në Bankën e Shqipërisë, që është i ftuarimi i parë, zoti Klodion Sheu. Përshëndetje, faleminderit që jeni në Ekozon. Përshëndetje, faleminderit. Zoti Sheu, të gjithë bëjnë një pyetje të parë, po themi, pasi dëgjojnë masat e marra nga Banka e Shqipërisë. Pse pikërisht tani këto masa kufizuese, le të themi, nëse mund t'i përkufizojmë kështu? Faleminderit. Ne vlerësojmë që aktualisht situata ekonomike është përgjithsisht pozitive. Kemi rritje të ekonomisë, kemi rritje të ardhurave, kemi rritje të kreditimit dhe njëkohësisht kemi norma interesi që janë në nivele mjaft konkurruese. Historia e vendeve tjera na ka treguar që është pikërisht kur situata ekonomike është pozitive, që rreziqet fillojnë të akumulohen në ekonomi. Konkretisht në këtë rast po flasim për zhvillimet në tregun e pasurive të paluajtshme dhe për ekspozimet e bankave në këtë treg. Kufizimet që kemi vënë synojnë pikërisht segmente caktuara të kreditimit të ekspozimit të bankave në këtë treg. Kjo vendimarrje juaja, zoti Sheu, pra e Bankës së Shqipërisë, a lidhet edhe me shifrat që dolën nga indeksi Fitcher, që është për sa i përket rritjes së çmimeve në pasuritë e patundshme? Në 6 mujorin e dytë të vitit 2024, ne pam që rritja ishte më e madhja, besoj, e regjistruar në vitet e fundit, 54% rritja e çmimit të banesave e pasurive të patundshme në kryeqytet. Dhe në rang vendi ishte diku ke 44%, mos gaboj? Po. Pra, kjo ishte e pasur ndonjëherë më parë, kjo rritje kaq e madhe? Është e vërtet, ne kryejmë një vrojtim në tregun e pasurive të paluajtshme rezidenciale, pra të banesave, me kompani ndërtimi dhe me zyra të tregtimit pasurive të paluajtshme, që nga viti 2013, dhe kemi vënë re që
indeksi është rritur në mënyrë të vazhdueshme që për atij viti, por ritmi i rritjes ka qenë i shpejt gjatë vitit 2024, ka qenë gjithashtu i shpejt edhe në vitin 2022, ndërsa në vitin 2023 ka pasur një fazë stabilizimi. Pra situata e mirë ekonomike që përmendëm pak më përpara dhe njëkohësisht vitet e vazhdueshme të çmimit të mbështetur nga rritja e kreditimit, në këndvështrimin ton rrezikojnë që nëse vazhdojnë me këtë ritëm edhe në të ardhmen, të çojnë një cikël vetë përmbushës ku rritja e kreditimit mbështet rritjen e çmimit pronave dhe rritja e çmimit pronave nëpërmjet kanalit ku ato shërbejnë si kolateral për kredin, rrit vlerën e kredisë dhe në këtë mënyrë çmimi shkon gjithnjë më lart dhe rrezikon, po themi, të shkëputet nga ai që quhet çmim bazë dhe që përcaktohet nga faktor fundamental të ekonomisë. Zoti Shehu, pra ju i shpjeguat shumë sakt kush janë arsyet pse Banka e Shqipërisë mori këto vendime. Por konkretisht ne i kemi edhe në tabel për sa i përket kufizimit që janë marrë për duke hequr mundësinë pra që të kemi financim 100% të blerjes së banesave. Sot që flasim në treg, a kemi raste të shumta të individëve që kërkojnë financim 100% të vlerës së pasurisë që blejnë apo të banesës që marrin? Ne mbledhim disa të dhëna të posaçme nga sektori bankar për këtë qëllim në bazë të një rregullore të vitit 2023. Dhe të dhënat që kemi mbledhur tregojnë që në përgjithësi bankat janë të kujdesshme në rastin e zbatimit të standardeve të kreditimit dhe posaçërisht të këtyre dy standardeve që ne kemi përdorur, që është vlera e UAS përmbi vlerën e kolateralit dhe vlera e shërbimit të borxhit ndaj vlerës së të ardhurave. Në të dy rastet mesataret janë brenda standardeve ndërkombëtare dhe atyre që synon edhe Banka e Shqipërisë. Megjithatë, këto janë vlera mesatare. Në ato dhënat ne kemi një spektër shpërndarjesh të vlerave dhe kemi vënë re që ka edhe vlera mbi këto nivele kufi që ne kemi përcaktuar, si për lekun ashtu edhe për valutën, dhe njëkohësisht të ndara sipas shtëpisë parë dhe shtëpisë së dytë. Është pikërisht ky segmenti i ekspozimit për të cilin ne kërkojmë një vëmendje të shtuar nga ana e bankave dhe në përgjithësi nga ana e tregut. Është i shtuar ky raste të tilla dominojnë, janë të pakta, nëse janë të pakta, pse duhej? Këto raste për momentin nuk dominojnë, janë më të pakta se sa, pra derisa mesatarja është nën nivelin që ne kemi vendosur, sigurisht që këto rastet janë raste më të pakta. Megjithatë, në vitet e fundit kanë ardhur duke u rritur. Dhe kjo ka qenë arsyeja që ne gjykuam dhe vlerësuam që është mirë të marrim disa masa të cilat në këndvështrimin ton janë të konceptuar në mënyrë të tillë që të mos krijojnë një goditje në treg, por që të sinjalizojnë bankat që të kenë një vëmendje të shtuar ndaj këtyre zhvillimeve dhe ndaj këtij segmenti të ekspozimeve. Po kur thoni që të kenë bankat një vëmendje më të shtuar, çfarë prisni nga këto masa, zoti Shehu? Cilat do të jenë efektet në treg? A do të ketë më pak kredi të dhënë? A do të jetë një kredi më e shëndetshme ajo që do të jepet? A do të jepen kredi më pak si shumë, si sasi? Nuk përjashtohet mundësia që të paktën përkohësisht dhe në fazën e fillimit, bankat sigurisht duke përpjekur që të kufizojnë dhe të futen brenda këtyre niveleve kufi, të po themi reduktojnë këtë segmentin të cilin e tham që është mbi. Megjithatë, ky është një element, një zhvillim i përkohshëm në gjykimin ton dhe nga ana tjetër, po ta keni vënë re në vendim, është edhe një kuotë përjashtimore, e cila i lejon bankat që t'i kapërcejnë këto kufi për raste specifike të cilat ato i gjykojnë me interes veçantë. Pra mendoj që këto dy element, duke shtuar gjithashtu edhe faktin që bankat në vetvete mund të jenë aktive për ta ulur këtë segment dhe për t'i futur standardet brenda kufive që ne kemi përcaktuar, besojmë që normalisht duhet të kemi zhvillime normale në kreditim pa ndjerë ndonjë efekt veçanërisht fort. Megjithatë, përveç frenimit të mundshëm të kreditimit të këtij segmenti që ju thoni që mund të jetë njëri nga impaktet në treg i masave kufizuese, a mund të presim ne që me këto masa të kemi edhe ndonjë stabilizim mund ta quajmë, apo ndonjë frenim të çmimeve, apo ndonjë ulje të mundshme të çmimeve në treg për pasuritë e palutshme? A mund të ketë edhe këtë efekt ky sinjal i bankës? Po, duhet them që fillim që synimi jo nuk ka qenë niveli i çmimeve në tregun e pasurive të palutshme, sigurisht që mund të ketë ndonjë efekt. Ndoshta një efekt. Ju prisni? Domethënë ne sigurisht duam që zhvillimet e çmimeve në tregun e pasurive të palutshme të jenë në përputhje me ecurinë e të ardhurave. Në rastet kur ato në përgjithësi janë më të shpejta sesa rritja e të ardhurave, gjithmonë ekziston ky rreziku që ato të shkëputen nga, po themi, faktorët bazë që përcaktojnë çmimin bazë të
pasurive të paluajtshme. Kështu që efekti i tyre do të shikohet se si do të jetë, ne nuk kemi ndonjë po themi vlerësim paraprak se si do të jetë, është hera e parë që ne marrim masa të tilla, pavarësisht se bankat vetë në praktikën e tyre të punës i kanë pasur kufizime të tilla, por nga ana e Bankës së Shqipërisë vendosja e masave të tilla bëhet për herë të parë dhe sigurisht do ta monitorojmë ndikimin. Masat parashikohet që të ndryshojnë ose të rishikohen, po themi çdo 2 vjet, ndoshta edhe më shpejt në bazë të efekteve që do të kenë. Pra këto masa të marra sot do monitorohen për 2 vjet dhe më pas mund të rishikohet nëse mund të zbuten apo të forcohen më tej. Ndikimi i tyre do të monitorohet në vazhdimsi, por vendimi i Këshillit Mbikëqyrës thotë që të paktën një herë në 2 vjet ato duhet të rishikohen, duhet të rivlerësohen. Zoti Shehu, në fakt këtë vëmendje të shtuar ndaj këtij tregu e ka kërkuar më herët dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. A ishte kjo vendimarrje edhe një, le të themi, një zbatim i Këshillës i sugjerimeve që ka dhënë Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe në gjykimin tuaj, po fondi çfarë ka parë në horizont që ka sugjeruar pikërisht këtë gjë, këtë monitorimin pak më të shtuar të tregut pasurive? Fondi Monetar Ndërkombëtar është vërtet e ka ngritur edhe ai këtë çështje, por e ka ngritur kryesisht në raportin e fundit dhe në raportin e parafundit, në mos gaboj e ka përmendur. Ne kemi filluar punën dhe komunikimin për këtë çështje me sektorin bankar dhe me publikun që prej 2 vjetësh. Gati këto, po themi, nevojën për një vëmendje të shtuar në këto zhvillime ne kemi shtruar në deklaratën e stabilitetit financiar, në analizat që kemi bërë si pjesë e raportit stabilitetit financiar për një kohë më të gjatë. Kemi punuar për këto masa që në fillim të vitit 2023. Miratuam rregullore në tetor të vitit 2023, e cila na lejon që të mbledhim të dhëna të detajuara nga bankat për këto ekspozime, dhe njëkohësisht për herë të parë të dhënat që mbledhen janë të standardizuara, pra janë bërë në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian për këtë qëllim dhe janë dhe të krahasueshme tani jo vetëm midis bankave në Shqipëri, por edhe me jurisdiksione të tjera jashtë Shqipërisë. Kështu që nga ky këndvështrim ne kemi filluar punën më përpara, por sigurisht edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar në analizën që ka bërë, ka parë që pikërisht ato element që ne përmendëm në fillim të bisedës, pra rritjen e shpejtë të çmimeve dhe në një farë mënyrë dhe rritjen e kreditimit që mbështet këto ekspozime. Zoti Shehu, se më erdhi dhe një pyetje e kështu natyrshëm, se nga që të gjithë njerëzit i kanë vëmendjen tek çështja e çmimeve. Ky sinjal i Bankës së Shqipërisë me këto masa kufizuese, a ka gjasa për shembull që të përkthehet në treg me një panik, po themi, të shtuar? Njerëzit thonë nuk i dihet se çfarë do ndodh më pas edhe të reagojnë sa më shpejt, mund të ketë edhe ndonjë rritje çmimi për shkak të ndonjë pasigurie të mundshme se si mund të ketë ecuri të mëtejshme tregu. Mund të ketë një gjë të tillë në treg? Mund të shoqërohet tregu me sinjale të tilla? Nuk e besoj që do të ketë element të tillë, për vetë faktin se thash, masat janë vënë në nivele të tilla, të cilat nuk japin, po themi, goditje në mënyrën se si bankat japin kredi në këtë treg. Vëmendja që kërkohet është thjesht në segmentin cilin përmendim pak më përpara. Po, a ka gjasa për shembull që masat të tilla shtrënguese të nxisin pak më shumë blerjen me para kesh? Ne e dimë që në treg ka blerje të tilla që blien me kesh, ka pasuri pra që blien me kesh, përveç se me kreditim. Kjo mund të nxisë derisa qytetari fundor, të cilin e dim që kemi pak probleme për sa i përket edukimit financiar të qytetarëve, derisa ta përkthej siç duhet këto masa në finale, a mund të nxisë kjo blerjen me kesh? Nuk e besoj as këtë, sepse arsyeja që këto masa merren është pikërisht për të mbrojtur atë familjen tipike me të ardhura mesatare nga një rritje e çmimeve e cila bëhet e pakontrolluar. Do me thënë, segmenti i cili është ky segmenti të cilin ne po themi kërkojmë që të ketë një vëmendje të shtuar janë pikërisht ato familja apo ato individ të cilët kanë të ardhurat të larta dhe të cilat banka është e gatshme t'i kreditojë gjithashtu me një vlerë të lartë kredie. Në vetvete ky segment tërheq po themi çmimet e tregut për lart dhe kjo shoqërohet pastaj edhe me rritje të çmimeve edhe për pjesën tjetër të popullsisë. Pra, në përgjithësi, këto masa mendohet që e fusin rritjen e çmimeve në një nivel, në një, po themi, trend më të qëndrueshëm, i cili është pozitiv për gjithë shoqërinë, është pozitiv për kredimarrësit, është pozitiv për ndërtuesit, është pozitiv për gjithë palët që përfshihen në këtë treg. Pozitiv për ekonominë të rësisë, sepse mund të jepen kredi më të shëndetshme, por ndërtuesit edhe aktorët e tregut, siç është edhe tregu real estate-it, në fakt nuk është se i kanë mirëpritur masat të tilla kufizuese. Sipas tyre, këto masa
nuk janë edhe të konsultuara? Keni pyetur aktorët e tregut, zoti Shehu, apo kjo ishte një vendimarrje që i takon po Bankës së Shqipërisë, por që a ka patur konsultime deri në marrjen e këtij vendimi? Këto masa janë marrë mbi bazën e rregullores që përmenda në vitin 2023, që cilën kemi miratuar në vitin 2023. Ajo rregullore është konsultuar gjërësisht me publikun dhe veçanërisht me industrinë bankare për gati 9 muaj. Masat që ne kemi marrë janë instrumentet të asaj që ne e quajmë politikë makroprudenciale. Dhe në përgjithësi bankat qendrore nuk konsultohen për nivele të instrumenteve. Të drejtën për të zbatuar këto instrumente na e ka dhënë rregulloria e cila është konsultuar gjërësisht. Është si të thuash për shembull që të konsultohen operatorët e tregut për nivelin e normave të interesit politikës monetare, gjë e cila nuk ka kuptim. Sigurisht vrojtohen, pyeten, merret perceptimi i zhvillimeve në treg dhe pastaj për nivelin vendos Banka e Shqipërisë. Këto rregullatoria, zoti Shehu, hyn fuqi nga data 1 korrik? Bankat janë përgatitur se si duhet i ripërshtasin apo rishikojnë të gjitha kriteret për dhënien e kredive? Po, siç e thash pak përpara, bankat vetë kanë politika të brendshme në lidhje me këta tregues që ne kemi zbatuar në këtë vendim. Kjo është traditë bankare dhe lidhet kryesisht edhe me karakteristikat që ka kredia hipotekore, kredia për pasuritë paluajtshme rezidenciale dhe me karakteristikat që ka tregu ynë. Vendimi është miratuar është marrë në datën 7 maj 2025, ka dalë në fletorin zyrtar në datën 21 maj, sipas vendimit ai hyn në fuqi 2 javë pas publikimit në fletorin zyrtare, që i bie rreth datës 5 qershor, ndërsa fillon të zbatohet nga data 1 korrik për kreditë e reja për pasuritë paluajtshme rezidenciale që jepen në 3 mujorët e përkatës, pra 1 korrik deri në fund shtatorit, pastaj 3 mujor i fundit e kështu me radhë. Zoti Shehu, a mendoni se kemi çmime artificiale të pasurive të patundshme në vend? Ose mund të ketë zona që mund të jenë të pajustifikuara çmimet me cilat dalin treg? Nga vrojtimet, nga analizat që bëni? Është e vështirë të bëhet të arrihet në një konkluzion, po themi përfundimtar në këtë drejtim. Ka vlerësime të ndryshme, disa mund të japin që ka një lloj mbivlerësimi, disa të tjera që mbivlerësimi është jo dhe aq. Megjithatë, e rëndësishme është që këto zhvillime në këtë treg në një farë mënyrë të monitorohen dhe ne si Bankë Shqipërie jemi posaçërisht të interesuar për ekspozimet e sektorit bankar në këtë treg dhe jo aq për faktin për zhvillimet e tjera që ka tregu. Me këto masa mbrojmë më shumë qytetarët nga borxhet e tepërta apo mbrojmë më shumë bankat nga kredit e këqija? Janë të dyja bashkë, sepse të dy masat në njërin krah, po themi, ne i referohemi këtyre si masa për kredimarsin, në fakt, do me thënë, kufizimi që është vënë për raportin e vlerës huas ndaj vlerës kolateralit, ka të bëjë me atë që zbut, atë që mund të quhet humbje në rast dështimi. Pra në rast se do të kemi një korrigjim në çmimet e tregut pasurive të paluajtshme rezidenciale në të ardhmen, ideja është që me rënien e vlerës kolateralit mund të ndodhë që të kemi pasaj edhe një goditje në të ardhurat e kredimarrësve, mund të ndodhë që këto të përkthehen në humbje të kredis ose në paftësi paguese të kredimarrësve dhe në humbje të kredis për bankat. Dhe në raste ekstremet, historia e vendeve të tjera ka treguar që kjo mund të çojë edhe në stres të përgjithshëm në sistemin financiar. Kjo është arsyeja prapë për cilën ne kemi vendosur këto masa, që tani që jemi në kushte të mira, të fillojmë të po themi tregojmë një vëmendje të shtuar ndaj atyre ekspozimeve që janë me rrezik. Pra, jo se ju shikoni ndonjë shqetësim në horizont, por pikërisht atë që ju thatë, atëherë kur treguesit janë pozitiv, atëherë duhet filloni të mendoni për ndonjë element negativ, ndoshta për t'i paraprirë. Patjetër, në rast se këto masa do të merreshin në një situatë kur ne do të shikonim që do të kishim stagnacion në treg ose fillim të problemeve me cilësinë e kredisë, atëherë do të ishin të vonuara, nuk do të kishin ndonjë efekt. Zoti Shehu, a mendoni se ka më shumë ofertë në treg se sa kërkesë në tregun e pasurive të patundshme, që nga 2020 e deri në 2025, besoj kur të dalin të dhënat, real estate dhe ndërtimi bashkë me turizmin janë sektorët që po udhëheqin rritjen ekonomike. Ka ndërtime pafund me sipërfaqe që vetëm rriten vit pas viti sipas të dhënave të Instatit, po tashmë po ndërtohet më shumë në lartësi me objekte të larta. Kush po i ble këto?
Për këtë pyetje përgjigjen më të mirë mund ta jepte dikush që punon brenda këtij tregu. Megjithatë, nga këndvështrimi ynë, çmimi është një tregues i kërkesës dhe ofertës në treg. Sigurisht është një treg kompleks, i cili financohet jo vetëm nga kredia, ju përmendet që mund të ketë edhe financim në kesh, ka financim edhe nga investitorë të huaj, nga blerës të huaj gjithashtu në vitet e fundit. Po themi zhvillimet shumë të mira në turizëm janë shoqëruar edhe me kërkesë të lartë në këtë treg. Kështu që janë disa elementë të cilët duhen marrë në konsiderat dhe për cilët Banka e Shqipërisë nuk është se ka po themi këndvështrimin e plot dhe të detajuar, dhe sëritet dënave nuk është se janë po themi dhe shumë të koordinuara dhe shumë të plotësuara. Megjithatë, për tregun e banesave të dhënat që kemi janë më të mira, sesa po themi për tregun e pronave komerciale, tregtare, i cili gjithashtu duhet parë me vëmendje dhe duhet analizuar me kujdes. Si ekspert i fushës, zoti Sheu, të bëjmë përshtypje këto zyrat e agjentëve imobiliar që janë përhapur kaq shumë në vendin tonë, është ky një aktivitet normal biznesi që po funksionon, le të themi, në normalitet, apo duket sikur po dominon çdo ditë më shumë, po zgjerohen çdo ditë më shumë. Është një detaj ky që të bën përshtypje, të shqetëson, është normal, si e shikoni? Po edhe në këtë rast është e vështirë të thuash, të japësh një përgjigje definitive, reflekton ndoshta kërkesën, transaksionet që bëhen në këtë treg, edhe faktin që çmimet në këtë treg janë rritur, kështu që nuk është e nevojshme të bëhen shumë transaksione, me pak transaksione sigurisht aktiviteti i këtyre zyrave sigurohet, të ardhurat gjenerohen, dhe përsa kohë që ka një kërkesë, patjetër që do të ketë edhe një përgjigje nga ana e operatorit të tregut. Edhe një pyetje të fundit, zoti Sheu, para se ta mbyllim. Gjithmonë flitet për një blacklist, për një listë me persona të cilët janë të ndaluar, po themi, apo nuk mund të marrin dot financim në sistemin bankar. A mund të themi sa mund të janë individët në këtë listë të cilët e kanë pamundur të financohen dhe kush bën pjesë në këtë listë? Kush janë ata individ që përfshihen në një listë të tillë? Realisht këtë punën e listës e po e dëgjoj nga ju. Unë ma do mendja që bankat në aktivitetin e tyre, jo. Bankat në aktivitetin e tyre sigurisht që ka një historik të klientëve të tyre, dhe njëkohësisht është edhe regjistri i kedrive, i cili po themi bankat ju drejtojnë për klientë të rinj, të cilët mund të kenë qenë më parë të financuar në sektorin bankar apo në sistemin financiar, dhe për të parë historikun e aftësisë të tyre paguese. Dhe nga kjo anë ato njëkohësisht po themi zbatojnë edhe ndoshta këto qëndrimet që mund të kenë për kreditorët ose grupe kreditorësh të caktuar në lidhje me historinë që ato kanë pasur, lidhur me këta kreditorë. Mirë, zoti Sheu, unë të falenderoj që ndave me mua këto opinione dhe do presim e do shohim impaktin real në treg të masave që do të hyjnë fuqi, pra siç tham, nga data 1 korrik. Faleminderit. Faleminderit. Nderuar miq, ne kemi një shkëputje publicitare dhe do vijojmë edhe në pjesën e dytë të emisionit të analizojmë efektin e këtyre masave, por duke i parë nga aktorët e tregut. Vetëm pas pak.